Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të nderuar dhe shumë të çmuar ju vëllezër dhe motra. Më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, mirësi dhe begati të Allahut qofshin mbi ju dhe familjet tuaja kudo qofshi. Ju të nderuarit e mi, jemi në një muaj ku Zoti na ka dhuruar begati të shumta. Nga se pejgamberi alayhis salam thot se ky muaj është i begatshëm e në veçanti në këtë muaj është një natë, e cila natë është tepër e veçantë dhe e zgjedhur, andaj thot pejgamberi i Zotit, ai që privohet nga mirësitë e kësaj nate është se privuar nga të mirat e kësaj bote. Ju të respektuar, do të pyetni se që janë mirësitë e kësaj nate të madhe e cila shumë shpejt do të na vjen e që Zoti na nderoj që ne të arrijmë natën e madhe të Kadrit. Një natë e cila është e veçuar nga gjitha netët e vitit. Një natë e cila është e madhe nga se në këtë natë filloi shpallja e Kur'anit. Filloi udhëzimi, erdhi drita nga ana e Zotit për njeriu, natë ku bashkua qielli me tokën. Erdhë ajo që njeriu do ta ngrit lart në pozitën të cilën meriton, nga se njeriu është qenia e cila duhet të luajë rolin dhe të jetë në pozicionin të cilin Zoti don. Pra, të jetë njeriu njeri. Dhe pikërisht Kur'ani është udhëzuesi i njeriut dhe Zoti andaj edhe kërkoi nga njeriu që ai të arsimohet dhe të edukohet. Pra, Islami i shpalli luftë i ignorancës, padrejtësisë, degenerimit dhe pikërisht pra në natën e Kadrit filluan ajetet të zbritnin sipas nevojës e që vazhduan rreshtas për 23 vite. Nderuarit e mi, për natën e Kadrit është folur shumë, por unë sonde nuk do të foli për rëndësinë që ka kjo natë dhe pozicioni i besimtarit si duhet të jetë në këtë natë. Por thjesht unë do të flas në një kënd tjetër. Do të flas se kjo natë është nata e faljes së madhe, andaj të nderuarit e mi, Allahu na fali këtë adhurim që mban emrin agjërimi i muajit të shenjtë Ramazanit, që ne gjatë këtij muaji të pastrojmë veten tonë. Të pastrojmë veten nga ngarkesat të cilat i kemi bërë gjatë 11 muajve të tjerë, të pastrojmë të largojmë çdo vesë të keq me cilin ne kemi dëmtuar edhe të mbrëmshmen zemrën tonë, shpirtin tonë, por edhe atë të dukshmen të jashtmen tonë. Andaj, kjo natë, ashtu siç thot Zoti Ramazani që është muaji i pastrimit, kjo natë është natë e madhe nga se në këtë natë Zoti fal shumë njerëz. Për të kuptuar më mirë se kjo natë farë peshe ka dhe farë peshqeshi është për njeriu, për besimtarin, më së miri na e tregon vetë Muhamedi alayhis salam, ku thot se në natën e Kadrit më erdhi Xhibrili dhe e pyeta: o Xhibril, o ti i dërguari i Allahut që përcjell fjalën e Zotit nga qielli në tokë, ç'është ajo që e bën kaq të vlefshme dhe kaq të madhe, kaq të veçantë natën e Kadrit? Thot Muhamedi alayhis salam se më tha meleku: o pejgamberi i Zotit,
Nata e Kadrit është natë e veçantë dhe e madhe, nga se në këtë natë Allahu do t'i falë të gjithë njerëzit besimtarë që janë, përpos 4 kategori njerëzish. Andaj të respektuar vëllezër, të çmuara motra, le të shfrytëzojmë këtë mundësi të madhe që na është dhënë, që ne të fitojmë faljen e të mëshirshmit të Zot. Mos na ik kjo mundësi, ky shans që Zoti enkas për ne e ka falë këtë natë të madhe. Por ja që për të përfshi në mëshirën e të madhit të Zot, ne duhet të jemi të përkryer dhe mos kemi vese apo veprime të cilat Zoti nuk i don, dhe të na ruaj Zoti që ne të jemi nga ata të cilët nuk do të përfshihem në faljen e madhe që Allahu e bën gjatë natës së Katrit. Gjibrili a.s. i tha Muhamedit a.s. o pejgamberi i Zotit, në këtë natë vërtet do të falen të gjithë pos ata të cilët janë alkoholista. Zdi sa jam i qartë, por më kuptoni se kjo fe erdhë t'ja mbrojnë interesin njeriut. Ta mbrojnë njeriun që ai të jetë vetja e tij, ndërsa ne e dim se konsumimi i alkoolit, efektet të cilat i ka, para së gjithash, alkoholi e ul njeriun nga ajo që është një qenje kontrolluar, cila din të analizoj, të gjykoj në një qenje e cila humb vetdijen, humb kontrollin, dhe pastaj ne dim pasojat të cilat i përjeton një alkoholist apo një familje e cila ka në mesin e tyre një njeri i cili është alkoholist. Dijeni se kjo fe erdhë që ta mbrojë njeriun dhe t'ja mbrojë interesin, t'ja mbrojë dinjitetin, t'ja mbrojë pastërtinë shpirtërore të tij dhe të jashtmen e tij. Andaj Allahu në këtë natë nuk do t'i falë ata të cilët punojnë kundrejt interesit të tyre dhe kundrejt interesit të familjes së ngushtë, meqense ne dim se dhuna në familje, statistikat na flasin se pikërisht shkaku i konsumimit të alkoolit kemi zënka, dhunë, ndarje dhe probleme të shumta në familje. Mos flasëm për sa i përket edhe anës aksidenteve në rrugë të cilat ndodhin shkaku i pirjes alkoolit. Ne dim në një aksident nëse ndodh në rrugë, puna e parë që bëjnë policët me ne është që bëjnë test alkoholin të shifët se vozitësi a ka qenë në ndikimin e alkoolit. Ajo që është më interesante ta ceki sonte këtu me ju, është një simpozium shkencor që është mbajtur në Kopenhagë të Danimarkës para 3 muajve, ku pas hulumtimeve të shumta që janë bërë në institutet shkencore hulumtuese me renome në botë, është konstatuar se alkoholi është shkaktari numër 1 i kancerit. Andaj ata nuk preferojnë as edhe një gotë të vogël të pi alkohol njeriu, nga se dëmton rënd shëndetin e tij. Ja të nderuarit e mirë, pse Zoti nuk falka në natën e Kadrit alkoolistin, nga se ja don të mirën. Allahu e don robin e tij, andaj ja ka
fen, i ka zbrit një libër, i cili libër e udhëzon, e që në te është e shënuar se vërtet pirja e alkoolit nuk i bie dobi por dëm njeriut. Pastaj vazhdoi më ndej Gjibrili dhe i tha: o Muhammed, o i dërguar i Zotit. Zoti këtë natë do të falë të gjithë, pos ata të cilët nuk sillen mirë me prindërit e tyre. I nderuar i vëlla, respektuara motër. Të arrish natën e Kadrit, të kesh këtë shans, ti je njeriu me fat më të madh në botë. Ti je pasaniku më i madh i kësaj bote. Nga se në këtë natë ti ke faljen e Zotit. Me ty është Zoti dhe është mëshira e Zotit. Por, nëse ke haruar prindërit, i ke rënduar prindërit, i ke lënduar prindërit, apo ke ndërpre lidhjet me prindërit, dije se Zoti nuk të të përfshi në listën e njerëzve të cilët janë të falur. Haron se ai babë dhe ajo nën të rritën. Me caktimin e Allahut ishin shkaktarët që ti që erdhen në jetë nëna dhe baba jotë. Si mundet të harrosh nënën dhe babën? Si mundet të i braktisësh ato? Si mundet mos kujdesesh për ta? Mos baba jotë është më i keq se baba Ibrahimit alayhis salam, i cili i dha propozim mbretit Nemrut dhe tha: e jani që ta djegim djalin ton. Prindërit ton këtë nuk e bëjnë. Prindërit ton nuk na kanë braktisur edhe kur kemi qenë të vegjël, por edhe tani ajo zemër re, duke qenë e mbuluar dhe ushqyer me dashuri të madhe ndaj neve. Dhe si mundet të lëndojmë një zemër e cila zemër jetoi vetëm për ne? Kupto se Zoti të ka urdhëruar që të agjerosh Ramazanin, të ka urdhëruar që të falësh edhe namazin, të japësh zekatin, të ndihmosh njerëzit, të bësh haxhin, por dije se Zoti nuk t'i don këto paraprakisht nëse ti nuk ke raporte fëmijë prind, nuk paraqet dhe nuk reflekton atë dashurinë reale që e meritojnë baba dhe nana, të cilët investuan, të cilët flijuan çdo gjë. Ata morën nga jeta e tyre, nga gjuha e tyre. Çdo gjë dajten vetëm e vetëm që neve të na rrisin, të na edukojnë, të na bëjnë njerëz, ndërsa ne i kemi braktisur ato. Ne i kemi lënë ato që dikush tjetër që fare nuk i ka të gjakut, as fare nuk trashëgon pasurinë e prindit, që ata të kujdesen vetëm se janë njerëz, se janë krijesa të Allahut, ndërsa ne që kemi detyra, që kemi obligime, që Zoti neve do të na pyes, por ja që edhe është shumë e qartë se Zoti nuk do të na falë në këtë natë nëse ne kemi braktis, i kemi lënë pas dore, i kemi haruar babën dhe nënën. Andaj, të sugjeroj, të jap një këshill vëllezërore, si vllaut, si vllau motrës. Hapja telefonin. Kërkoj falje, se dije se nëse nuk ta fal nëna dhe baba, nuk i falur te Zoti. Nëse nuk është razi, kënaqur nëna dhe baba, nuk është i kënaqur as Zoti me veprat tua. Zoti nuk do të pranoj asnjë adhurim që ke bë nëse ti paraprakisht nuk kalon portën e kënaqësisë së nënës dhe babës tënd. Dhe vetë pejgamberi alayhis salam kur flet se ku janë dyert e xhenetit për njeriu, thot se dyert e xhenetit për ju njerëz janë në gjokset e prindërve tuaj. E në gjoks çfarë mban nëna dhe baba jon?
mban zemrën. E ajo zemër e cila është e hidheruar, e mërzitur, e pikëlluar, e thyrë nga sjelljet tona, ajo zemër ka mbyll dyert e xhenetit për ne. Andaj e janë që t'i hapim dyert e xhenetit, duke hapur dyert e zemrave të prindërve tanë, duke u sjellë si duhet, ashtu siç e meritojnë, ato janë prindërit tanë. Nëse diku i kemi borxh në këtë jetë, është ai që është në qiell, Allahu, duke falendëruar dhe prindërve tanë. Andaj edhe Allahu, kur përmend në nështrimin, mirënjohjen, thot, o ju që keni besuar, është gjukuar vendim i prerë, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Pasi që ju ekzistoni dhe keni të mirat, që nuk mund t'i numëroni që Zoti ju ka dhënë, vetëm atij takon adhurimi. Pos atij kujt tjetër nuk i takon që të adhurohet, wa bil walidaini ihsana, paralelisht pra, në një verset varg të shkurt kuranor, Zoti i ka përfshi dhe i ka përmbledh adhurimin në Zot dhe respektimin ndaj prindërve, i ka venduar në një pozicion të barabartë. Sa që ndodh ka që gjitha adhurimet që i bëjmë ndaj Zotit, sjelljet e dobta, jo të hishme tonat, që t'i asgjësojnë dhe Zoti mos na i pranoj gjithë atë kontribut dhe gjithë atë sakrificë që bëjmë. Andaj investimin më të madh që duhet ta bëjmë ne në jetë është që ne të kujdesemi për babën dhe nënën tonë, të mirë ata të cilët nëna dhe baba sot nuk jetojnë, ndërsa ata kanë dalë të hidheruar nga fëmijët e tyre. Edhe njëherë, prano këtë këshill vëllezërore nga unë. Po të them, kërkoj falje. Nëse kje gjallë nënën dhe babën, puthe në balë, puthja këmbë durt. Kërkoj falje se nuk ka pse baba dhe nëna të t'jepë llogari. Llogarit veten tënde, jetën tënde. Ti je për të llogarit veten tënde, jo prindërin tënd, për veprimet që ka bë. Ka sa ai është prind, ai është baba, ai është nën. Andaj, Gjibrili a.s. i thot, o i dërguar i Zotit, sonde do të falen të gjithë, posa ata të cilët nuk kanë raporte të shëndosha, sjellje të mirë me babën dhe me nanën. Shifeni farfeje kemi. Shifeni cilës fe i takojmë. Takojmë një fe e cila fe ndërton raporte të shëndosha, të mirëfillta mes njerëzve në familje, mes babës dhe djalit, mes nënës dhe vajzës. Pra, është një fe e cila investon në një harmoni familjare, një respekt i cili duhet të jetë prezent nga fëmijët karshi prindërve. Pastaj, Gjibrili a.s. vazhdoi mandej dhe i tha Muhammedit a.s. o i dërguar i Zotit. Sonde do të falen të gjithë, pos edhe ky grup njerëzish, ata të cilët kanë ndërpre lidhjet farefisnore. I nderuar i vëlla, e respektuara motër. Sot, kohëve të fundit, shohëm një krizë të madhe në aspektin e komunikimit mesin e njerëzve më të ngushtë. Njerëzve të familjes, të fisit, të gjakut. Nërsa feja kërkon që ne të jemi shumë afër pranë njëri tjetrit, të qajmë halin njëri tjetrit, të shoqërojmë edhe në gëzime edhe në hidrime. Mos e braktisim fare, me që se feja në mëson që ne gjithmonë të jemi në krah të atij që ka nevojë.
Por pejgamberi alayhis salam ka thënë, para se të ndihmosh të largun ti i obliguar të ndihmosh të afërmin. Ç'është kjo urrëtie mesin tonë? Ç'është kjo zemër e cila është bë siguri karshi njerëzve të afërt të familjes? Jemi armiqësuar me të afërmit, jemi miqësuar me të largët. Nuk është Islami kundër të respektohen të largët, ata që nuk i njohëm. Kjo është etik, kultur, moral, fetar, islam. Por kjo tjetra është e borç, detyrim që ne të sillemi mirë, që mbrojmë interesin, nderin, mallin. Ç'është kjo? Vllau t'ja zën rrugën. Motra vllaun e padit në gjyq. Kushëriri kushëririn ngre dorë, bën dhunë. Kjo nuk i takon një shoqërie besimtarësh. Kjo nuk i takon një besimtarit musliman që ai të jetë i dhunshëm, që ai mos shfaq interesim për ta ndihmuar kushëririn e tij, njeriun e fisit. Dini se pejgamberi alayhis salam e ka nglidhur ngushtë shëndetin ton dhe mirëqenien, ekonominë ton me lidhjet farefisnore. Pra, ka thënë pejgamberi alayhis salam, atje ku shkëputen lidhjet farefisnore, aty mungon furnizimi i bollshëm nga ana e Zotit. Dhe sot nëse kemi probleme ekonomike, nuk kemi rehati, nuk kemi lumturi në familje, dijeni se shkaku kryesor është ndërprerja e lidhjeve farefisnore. Andaj Zoti dërgoi Xhibrilin nga 7 qiejt në tokë të na mësoj se në këtë natë të Kadrit nuk guxojmë ne ta presëm natën e Kadrit, në pritje të kësaj nate duke qenë të hidhëruar me kushrit tonë, duke mos u interesuar fare për njëri tjetrin apo ajo më e keqja, duke i bërë dëm, duke investuar në atë se si ta shohëm duke vuajtur sa më shumë kushriri jonë. Andaj, eja, korrigjo veten tënde, kërkoj falje, se këtë natë do të privohesh nga mirësitë më të mëdha që janë, të cilat njeriu është në kërkim që t'i gjej, e që i ka në natën e Kadrit, të një ndër ato mirësitë më të mëdha është falja, që Zoti të të falë, të të pastroj, të të largoj gabimet të cilat i ke bërë brenda 11 muajve. Si dhe në fund, meleku Xhibril i tha Muhammedit alayhis salam, o Rasulullah, o i dërguari i Allahut, sonde krejt do të falen, pos ata të cilët pa asnjë shkak të rëndë janë të hidhruar, nuk flasën më shumë se 3 ditë. Shifini farfe e kemi. Fe e cila don që njerëzit të komunikojnë, të jenë aktiv, të vizitojnë njëri tjetrin, se njeriu është qenje sociale dhe ai varet shumë, jeta e tij varet shumë pikërisht nga raportet të cilat i ka me njerëzit përreth. Zemra e njeriut është e lumtur vetëm kur komunikon me njeriun. Vetëm njeriu mund ta lumturoj, ta bëj të gëzueshëm njeriun. Andaj, Zoti kërkon nga ne që ne
të jemi falës me njëri tjetri, se dikush ka gabuar, qoftë unë apo ti. Dhe qëtash, si që thëtë Zoti, o ti që je në tokë, falja edhe pse ti je në të drejtë, falja që unë të fali ty. Asynon faljen e Allahut. I madh është ai i cili e shtrin dorën e faljes, edhe pse ndoshta i është bë pa drejtësi, edhe pse ndoshta e ka rënduar. Kjo është ajo që Zoti kërkon nga ne. Pra të nderuarit e mi, ju shumë të respektuar vëllezër dhe të çmuara motra, kudo që jeni, e jani që mos humbim mundësinë e madhe të natës së Kadrit, këtë shans të historik për jetën tonë, që të dalim të falur. Andaj le të përmirësojmë veten tonë. Le të largohemi nga veset dhe punët të cilat nuk i don Zoti që t'i ketë një rob i mirë. Se Zoti don që besimtari të jetë i udhës, të jetë burim dashurie dhe mirësie. Andaj, Zoti na falt në këtë natë të bekuar të Kadrit, Zoti na bekoft, Zoti na i dhash të mirat e kësaj jete, duke mos na privuar edhe nga të mirat e botës tjetër. Deri në takimin e radhës, ju lënë në mbrojtjen e të Madhit Zot, kudo qofshi paçi bekimin e Zotit, natën e mirë.